Përshëndetje, është edicioni informativ i orës 9:30. Lëvizje në policinë e shtetit shkarkohet nga detyra drejtori i policisë së Vlorës Gentian Shehaj. Në vend të tij emërohet Artion Duka, i cili ka qenë më herët drejtori i policisë Berat. Gentian Shehaj drejtonte Blut e Vlorës që prej prillit të vitit 2017. Ndërkohë mësohet se ai do të ketë një detyrë të re në Akademinë e Sigurisë. Nuk ka të dhëna zyrtare për arsyet e kësaj lëvizje në radhat e krerëve të policisë, ndërsa mësohet gjithashtu se janë kryer lëvizje të tjera të cilat pritet të zyrtarizohen së shpejti. Ish kryeprokurori Adriatik Llalla nis përpjekjet për të dalë nga lista e zezë e Departamentit Amerikan të Shtetit. Nëpërmjet kompanisë lobuese Share Tremont LP të pajtuar për këtë çështje, Llalla kërkon shfuqizimin e vendimit të Departamentit të Shtetit i datës 14 shkurt 2018 si të papërshtatshëm për hyrje në Shtetet e Bashkuara, bën të ditur Birn. Në datën 4 mars, studioja ligjore është regjistruar zyrtarisht në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Llalla u shpalli pa dëshiruar nga Departamenti i Shtetit një vit më parë me motivacionin e përfshirjes domethënëse në korrupsion. Sipas Birn, përveç Llallës, në formular listohet si financuesi i aktiviteteve të lobimit në një vlerë më të madhe se $5,000 edhe një kompani nga New Jersey e quajtur Lita Brothers Construction në pronësi të familjarëve të nënkryetarit të Bashkisë së Kamzës, Korab Lita. Ish kryeprokurori po hetohet në Shqipëri në ndyshimin se është përfshirë në një skem pastrimi parash, pastrim të produkteve të veprës penale dhe shpërdorim detyre. Në korrik të 2018, gjykata e krimeve të rënda me kërkesë të prokurorisë sekuestroi pronat e ish prokurorit të përgjithshëm. Organi akuzës apeloi vendimin e gjykatës së shkallës së parë që la të lirë biznesmenin Ervin Mata, një prej protagonistëve të ngjarjes së 4 tetorit të një viti më parë në zonën e ish-bllokut, ku një person mbeti i vrarë dhe 2 të tjerë të plagosur, mes tyre edhe biznesmeni Ervis Martinaj. Në seancën ku u mor masa e sigurisë, prokuroria kërkoi qëndrimin e tij në burg pas dyshimeve për vrasje të kryer në bashkëpunim. Prokurori Kreshnik Ayazi, pasi rindërtoi të gjithë dinamikën e ngjarjes, kërkoi masën e arrestit me burg për Matën. Dyshimet ndaj Matës për akuzën e vrasjes ngrihen për faktin se ishte ai që thirri Martinajn për sqarim. Megjithatë, gjykata urdhëroi lirimin e tij, duke dhënë ndaj tij masën e sigurisë detyrim paraqite vetëm 3 ditë pasi vendosi të vetë dorëzohej, duke i dhënë fund aratisë 5 mujore. Ish deputeti i opozitës Ervin Saliani i pandehur në çështjen Babale shpreh se akuza që rëndon mbi të është e krahasueshme me agitacionin e komunizmit, sipas Saliani denoncimit i vleti për zbulimin e trafikut të drogës. I qetë dhe i pa friksuar është shfaqur ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani pas daljes nga prokuroria e Tiranës. Atij është komunikuar akuza për kallëzim të rrem për çështjen Babale, akuzë për të cilën ai jo pa ironi e krahasoi me çështjet e vjetra të komunizmit. Mbi bazën e kallëzimit të trafikantit që sot nuk gjendet, unë jam i proceduar, frika nuk hyn dhe nuk është një nga ndjesitë e mia fare. Kështu që për më tepër kur kam me të drejtën, agitatorët kanë arritur që në bashkëpunim me imperialistët, kapitalistë dhe revizionistë idealistë të fusin në burg një prej elementëve më të vyer të Partisë Socialiste dhe të Rilindjes. Pa diskutim që unë kam bindjen e plot që do të i faktuar tani me për publikun është, po do të dorëzohet në gjykatë. Saliani mendon se ai ka bërë një shërbim vendit për denoncimin e rastit, pavarësisht se ai po merr kosto për të. Prokurorët edhe shërbimet sekrete, edhe shërbimet tjera partnere kanë qenë ndjekje për të kapur Geron Xhafajn. E kemi kapur ne, ky është një shërbim i madh që kemi bërë vendit. Çështja Babale për disa muaj shkaktoi arrestime, protesta dhe trazime të jetës politike shqiptare pas akuzave të ngritura nga opozita. Thirrje për t'i dhënë fund provokimeve dhe nisjes së dialogut Kosovë-Serbi bëri sot në sekretari amerikan i shtetit për çështje politike David Hall gjatë vizitës në Serbi. Ndër të tjera theksoi se Prishtina duhet të heqë taksën ndaj produkteve serbe. Nën sekretari amerikan i shtetit për çështje politike David Hale gjatë vizitës së tij në Beograd i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të ndalin provokimet dhe të rivendosin dialogun. Nga autoritetet në Prishtina i kërkoi të heqin tarifën ndaj mallrave serbe.
Në një postim në rrjetin social Twitter të ambasadës amerikane në Beograd pas takimit të presidentit serb Vučić me David Hale, thuhet: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përthirrje për heqjen e tarifës, ndaljen e provokimeve të dyanshme dhe vazhdimin e dialogut. SBA vlerëson partneritetin me Serbinë dhe dëshiron të ndërtojë raporte edhe më të fuqishme. Gjatë takimit, Vučić i tha nën sekretarit amerikan të shtetit se Serbia në një afat relativisht të shkurtër kohor do të ndërmarrë masa përmes të cilave do të reagojnë ndaj mospërmbushjes së obligimeve nga marrëveshja e Brukselit dhe vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe. Presidenti serb tha se qëndrimi i Beogradit kundrejt kësaj situate do të jetë i vendosur, serioz dhe i përgjegjshëm. Sa kaq pas vizitës në Beograd, David Hale do të vizitojë Kosovën të shtunën, ku do të takohet me liderët shtetëror. Gjykata penale në Shkup ka dënuar me 3 vite 2 muaj burg kreun e Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë së Veriut Mendu Thaçi. Ky është akt vendimi për rastin Titanic 2 në lidhje me parregullsitë në zgjedhjet lokale të vitit 2013. Partia Demokratike Shqiptare e Maqedonisë së Veriut vlerëson se vendimi i gjykatës themelore për kryetarin e PDSH-s është një sinjal i qartë se segmentet e caktuara të errta në këtë shtet me vendime të tilla në formë të kësaj gjykate paralajmërojnë pengesë serioze për demokratizimin e mirëfillt si edhe rrugtimin drejt strukturave euroatlantike. PDSH është e bindur se kryetari i saj Mendu Thaçi është tërësisht i pafajshëm dhe se do të ndjek gjithë instancat gjyqësore për ta dëshmuar pafajësinë duke përfshirë edhe ato ndërkombëtare. Në ditën ndërkombëtare të gruas, figura publike të shoqërisë u bën bashkë në Universitetin e Durrësit Aleksandër Mojsiu dhe përcollën mesazhe sensibilizuese. Në takim gratë e suksesshme ndan me studentët eksperiencat e tyre për të triumfuar në jetë. Bëhu idejnë për Shqipërinë. Me këtë slogan, figura publike të shoqërisë u bën bashkë në ditën ndërkombëtare të gruas dhe përcollën mesazhe sensibilizuese. Seminari motivues si e dua 8 marsin bëri bashkë në Universitetin e Durrësit Aleksandër Mojsiu gra të suksesshme në fusha të ndryshme të jetës, të cilat motivuan studentët me shembujt e tyre. 8 marsin neve me studentët nuk e shohim si një ditë zakonshme festive si që ndodh zakonisht në shoqërinë tonë, por mendojmë që të afirmojmë figurat e mira të cilat kanë kontribuar në jetën sociale të vendit tonë duke i dhënë si shembuj tek studentët. Ata kanë nevojë të frymëzohen në një farforme të marrin ushqim të denj për të vazhduar dhe për të qenë ambicioz në jetën e tyre. Është një ndër format më të mira ndoshta për të çuar më tej edhe edukimin e studentëve dhe brezave. Me mesazhe për të drejta të barabarta mes gjinive, gratë e suksesshme ndan me studentët eksperiencat dhe sfidat me të cilat janë përballur për të ecur përpara në jetë. Nuk e dim se sa ne besojmë që kemi të drejta barabarta me burrat dhe brenda shpirtit tonë, por unë mendoj që ne të gjithë bashkë, ju bashkë me ne, do të luftojmë fort për të pasur të drejta të barabarta. Do kisha dashur që më shumë të kishim vlerë në këtë sens sa vajzat, se përgjithsisht kur flasim për të drejtat e grave, gjithmonë i tregojmë gratë grave, por ndërkohë që unë besoj që një shoqëri mund të jetë e barabartë dhe drejtë, ku gjysma i drejtohet gjysmës, sepse në fund të respektimit të drejtave duhet të jetë nga dy anët dhe nga dy anët. Mbaj mend kur vendosa të hyja në politikë, isha vetëm 17 vjeç, dhe kisha gjithë familjen kundra. Dhe me ide e luftës që është domen mashkullar, nuk na përket ne. Por në atë kohë ishte shumë stigmatizuar fakti që një vajzë e re mund të hynte në politikë. Në takim u fol edhe për politika të rolin e gruas në jetën sociale kulturore, por edhe vendimarrëse. Poetja dhe shkrimtarja Adriatik Elami, një njeri me emër në arsimin parauniversitar, është sot drejtore e një ndër shkollave më të njohura në Tiranë. Për 8 mars, ajo rrëfen si është të rrisësh 2 dje me vetme dhe në të njëjtën kohë të jesh një grua në karrierë. Ajo është një nënë e suksesshme e cila ka rritur me devotshmëri 2 djem, një njeri me emër në arsimin parauniversitar, sot drejtore e një ndër shkollave më të njohura në Tiranë. Fjala është për Adriatik Elamin, poete dhe autore librash. Nuk është e thjeshtë të kombinosh brenda vetes nënën, gruan, njeriu në karrierë, grua në karrierë, por as e pamundur. Mendoj që te unë ka ardhur natyrshëm
dhe të gërshetuara bashkë duke pas parasysh natyrën time, stilin e gjërave, edukimin që në fëmijëri, modelet që më kanë ndjekur dhe kontributet e dhëna. Njeriu nuk mund të jetë gjithmonë dhe përherë vetëm i vetes tij. Është i vetes tij, por është dhe kontribut i gjërave që merr nga familja, nga shkollimi etj. etj. Mendoj që e kam pasur këtë fat, por mendoj që kam qenë e denjë për fatin tim. Kam 2 djemë të cilët tashmë janë në përfundim të shkollimit të tyre universitar, kanë zgjedhur deg dhe profesione që i bëjnë ata jo vetëm të aftë për jetën, por dhe kontribues vlerash të caktuara. Të qenit i suksesshëm ka disa hallka, të cilat duket se poetja i ka kaluar të gjitha, pa ngaturuar rolet. Ndonë se unë kam rritur vetëm 2 djemtë e mi, nuk jam përpjekur asnjëherë të luaj rolin e një burri dhe as të babait të tyre. Unë kam luajtur mirë rolin e nënës, kam luajtur mirë rolin e një mësuese, të punës që bëj sot, të një specialiste të arsimit, dhe kam bërë me dashuri të veçantë rolin e njeriut që shkruan, rolin e poetes. Ndjehet me fat edhe për fakti se ka kombinuar letërsinë dhe arsimin me figurën e gruas dhe nënës. Janë 2 fusha të cilat japin energji, 2 fusha që të rikrijojnë dhe të mbushin me atë hapësirën e kreativitetit. Këtë 8 mars ajo përfiton të urojë të gjitha nënat dhe femrat, por ka edhe një mesazh. Mesazhin për të tjerë do ta nis nga ajo që kam bërë për veten time. Gjithmonë i kam bërë pyetje vetes në momentet më të vështira, për të bërë një punë ose për të bërë një gjë të mirë. Nuk i kam thënë vetes kush do të më lejojë ta bëj këtë, po kush do të më ndalojë mua ta bëj këtë. Çdo person mund të jetë lider i punës që bën. Që nga ajo femra shtëpiake, gruaja shtëpiake, ashtu edhe tek një person në karrierë kur merr përsipër gjëra dhe më të mëdha se sa e përditshmja jote. Për gratë në këtë 8 mars do thosha të rrisin dhe të edukojnë djemë që të duan jetën dhe gruan. Për vetë gratë, mesazhi do të ishte shumë i thjeshtë, të jenë reale, të qenit real i bën që të ecin më shpejt drejt gjërave që ato duan. Ishte edicion informativ i orës 9:30. Për më tepër informacion klikoni në balkanu.com, aty mund të lexoni gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, mund të na ndiqni edhe në live stream në YouTube. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.